Antarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nuk ka vetëm rëndësi gjeografike, por është edhe një vizion strategjik. Ky ishte qëndrimi që mbajti presidenti i Republikës Bayram Begaj në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, ku theksoi se paqja aktuale është e brisht dhe kërkon përkushtim të vazhdueshëm politik. Integrimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nuk është një çështje gjeografike, por një çështje besueshmërie, kohezioni dhe vizioni strategjik. Shqipëria mbetet thellësisht e përkushtuar ndaj përparimit të integrimit euroatlantik. Jemi krenar për partneritetin ton strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria vlerëson këtë partneritet strategjik të ndërtuar mbi besimin, angazhimin në përbashkët dhe një vizion të përbashkët. Sa i përket masave që ka marrë Shqipëria për sigurinë, theksoi se po punohet për rihetëzimin e ushtrisë. Shqipëria ka rritur buxhetin për mbrojtjen, po investon në infrastrukturën ushtarake dhe po rihetëson industrinë e saj të mbrojtjes. Kreu i shtetit shqiptar u ndal dhe tek Kosova, pavarësia e së cilës sipas tij është një realitet i pakthyeshëm. Kosova sot është një shtet i pavarur, sepse Shtetet e Bashkuara dhe Aleanca vepruan me shpejtësi dhe vendosmëri në një moment kritik. Është një realitet i pakthyeshëm dhe një pasqyrim i asaj që mund të arrijë një angazhim i vendosur ndërkombëtar. Në përfundim, presidenti theksoi se ajo që i duhet Ballkanit është një pranije qëndrueshme strategjike e SBA-s, NATO-s dhe EBE-s, si dhe një vizion i qartë për përballimin e sfidave.